Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar për verifikim në Prokurorinë e Përgjithshme 16 kandidat, të cilët kandidojnë për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kandidatët e dërguar për verifikim janë nga parti politike të ndryshme. Kjo procedurë ndiqet në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Kandidatët e dërguar për verifikim janë Gramoz Fezi Ismailaj, Ndriçim Asqeri Kamberaj, Ariel Selami Ragami, Desard Gjevdet Muzhaci, Dritan Vesel Talhasaj, Adela Farhat Qemali, Altin Avni Muçeku, Entela Skënder Sula, Erion Ismail Selmani, Euglen Mario Gjini, Gazmir Dod Memaj, Floriana Frim Tomçini, Claudio Clement Zotaj, Kreshnik Gjon Gjonaj, Lisman Sami Pëllumaj dhe Geront Mexhit Stefo. Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që Parku Olimpik i Tiranës plotëson të gjitha kërkesat për administrimin, ruajtjen, numërimin dhe vlerësimin e votave nga jashtvendit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ky park përmbush kriterin e sipërfaqes bazuar në numrin e tavolinave të numërimit të votave të emigrantëve në 12 qarqet e Shqipërisë dhe ofron mundësinë për përdorimin e teknologjisë për mbështetje të numërimit të votave nga jashtë. Mbi 231.000 shqiptarë që jetojnë jashtë vendit u regjistruan për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.